Është zhvilluar sot seanta gjyqësore për Aleksandr Krashin, shoferin e betonjeres që shkaktoi aksidentin tragjik ku humbën jetën 4 të rinj. Gjatë seancës, gjykata ka vendosur të lërë në mas arresti në burg Krashin, ndërsa ndaj tij janë ngritur akuza për shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimin e automjetit në mënyrë të parregullt dhe largimin nga vendi i aksidentit. Në momentin që ndodhi aksidenti, Krashi ka deklaruar se është munduar të ndihmojë të rinjt, por dera e makinës ishte bllokuar dhe nuk mundi të hap. Ai ka shtuar se kontaktoi një koleg të tij nga një betonjere tjetër për ta ndihmuar në shuarjen e zjarrit që kishte shpërthyer pas përplasjes. Megjithatë, kjo përpjekje e tij nuk i shpëtoi situatës tragjike. Gjithashtu, gjykata ka vendosur të lërë në mas arresti edhe Valentin Krashin, kushëririn e shoferit i cili akuzohet se ka ndihmuar për t'u larguar nga vendi i aksidentit, duke akuzuar për përkraje të autorit të krimit. Për menaxherin e firmës që drejtonte betonjerin Daniel Hoxha, gjykata ka vendosur masën e detyrimit për t'u paraqitur në organet përkatëse. Ky vendim u mor pas hetimeve të policisë rrugore, sipas të cilave shoferi Aleksandr Krashi nuk ishte i pajisur me lejen përkatëse të drejtimit dhe për aksidentin kishte ndaluar në Karexhat, por nuk ishte ndezur bllokazhin, duke shkaktuar kështu pasiguri në qarkullim. Për më tepër, prokurori i çështjes ka deklaruar se betonjeria nuk ishte dokumentacionin e nevojshëm, çka ka ndikuar në përkeqësimin e situatës.